korrigjim dashumish të Radio Televizionit Shqiptar do të jetë sfida midis Alban Bermetës dhe Fatih Kelesh e radhës. Shumë pra njëri tjetrit, dy bokserët, veti 44 në botë, që peshën light heavyweight është bokseri jon Alban Bermetën, vendin e 43 në botë Fatih Kelesh, po në tjetër peshë. Në fitore 2 barazime, 2 humbje, 1 barazim për Fatih Kelesh. Në ndeshjen e parafundit pra tashti është Alban Bermeta dhe Fatih Kelesh. Kundërshtari i tij është nga Tirana, 32 vjeç, 14 ndeshje, 14 fitore, 11 për cilave me knockout. Ikën një Alban, vjen një Alban tjetër, dhe ishtë bulldozer Alban Bermeta! Vete prezentimi Alban Bermetës, 14 fitore, asë një humbje, vetëm 1 barazim. Turkut, 17 fitore, 2 humbje, 1 barazim, 10 i ka me knockout, 34 vjeçar, është nga Trabzonspor e Turqisë, dhe të kësojmë që është kampion i VBC-s për Azinë në peshën super welter në prill të 2022. E ka humbur titullin më pas në 2023, por gjithsesi është një kampion i Azisë, pra Fatih Kelesh. Ndërsa bokseri ynë Alban Bermeta është 14 fitore, siç e thanë, 0 humbje, 1 barazim, 11 fitore ka me knockout. Është një nga emrat e shumë njohur të boksit profesionist shqiptar. Ka filluar boksin në 2018. Është pesha gjysmë e rënd, 6 raunde me 3 minuta. Premton shumë sfida bashkim, dy bokserë nivelit lartë premton shumë sfida. Po, edhe unë ashtu. Të dyja ndeshjet e fundit janë shumë forta. Të dyja kundërshtarët janë niveleve të larta, por edhe sportistët tanë. Siç shikojmë kundërshtarët. Unë e theksova edhe në fillim që ajo e veçanta e kësaj nate është që janë zgjedhur bokserë të fortë kundërshtarët, sepse që t'jemi drejt në shumë nga eventet e tjera, përzgjedhja është bërë jo e duhur, nuk janë zgjedhur bokserë të nivelit kaq lartë se ne. Të zgjedhësh kundërshtar të fortë është jo vetëm që zhvillohet ndeshja e bukur, po siç thash, të fitosh nga i forti është shumë e kënaqësi se sa një patjetër, patjetër. Nga një Alban dhe një Alban tjetër, nga Alban Beqiri dhe nga Alban Bermeta. Nis raundi i parë. Bermeta është janë Lorgjin nga vrati. Filluar të fillim me luftim të afërt. Shkëmbime të njëri tjetrit. Si themi është duel fisnik është kjo, kur godet njëri tjetri flet dhe ndërrojnë rolet. Juliera Drup ka goditje Bermeta në të gjitha krahat. Jo që ka filluar, por janë kokë në distancë të afërt, s'ka nevojë për të marrë shumë vrull, sepse e ke kundërshtarin në momentin më përshtatshëm. Natyrisht kjo nuk kërkon shumë xhep, sesa kroshe dhe aperkate. Mira nga Bermetës. Qëndron me parakrah të mirë para tyres. Bermeta sa desha tem duhet t'japi goditje dhe poshtë, ai e dha. Sa desha tem ti duhet t'i shpërndaj goditjet edhe poshtë.
Shikon që kundërshtari mbrojt mirë me pjesën e fytyrës, mendoj mos të ulesh duar poshtë. Kujtojmë që i fituesi i sfidës do të rendithet midis 20 më të mirëve të peshës tyre. Jemi në peshën light heavyweight deri në 79.4 kg. Gjysmë e rënd. Sakt kundërpërgjigje nga Nakeles. Por që Bermeta shumë të të majtë në shojmë kombinimin e sakt. Lëviz mirë edhe Fatih Kelesh. Kombinimet e Kelesh i mbyllur sakt Bermeta. Nga dalë në 30 sekonda të fundit raundi parë që siç e shkon për 7 sfidës ka qenë studiues. Kundërpërgjigjet mirë dhe të duket që është një të fundit. Mbrojt mirë. Është zanatit. Që nga impostimi, që nga mënyrës si lufton, që nga qëndrimi që mban. 10 sekonda të fundit, shojmë kombinimin e sakt nga Nakeles. Për që Bermeta kundërpërgjigjet. Përfundon round i parë, round i vështirë për të ndarë, apo jo? Fitore e ngushtë. E ngushtë. E rëndësishme është edhe kundërshtari luftoi, ke një kundërshtar që nuk godit asnjëherë. Është pikërisht edhe ai promotori i ndeshjes që është thonë aftësi ku ai të përjep një ndikat pikërisht që dar aftësi promotori i edhe turk edhe shqiptar. Po është i bashkëpunim që deri tani rezulton goxha i suksesshëm, të vërtetën. Për nivelin e shprehur nga bokserëve nga dy anët. Raundi i dytë. Starton. Shumë vënë që Bermeta. Kombinimet e sakta të Bermetës. Është detyra i gjyqtarëve të numërojnë sakt goditet e sakta, sepse këto ndeshje janë shumë afër dhe vetëm goditet e pasta e ndajnë si thua fituesi. Fituesi nga humsi, po. Gjithmonë me një gjykim të drejtë, të saktë. Shkëmbime nga dy bokserëve. Të dy raundet shumë të gjashtë, shumë ndërkohë vjen mirë në trup nga Bermetës. Ja ul dorë mirë, tjetër goditje një uppercut. Shumë pranë njëri tjetrit luftojnë. Majta sërish e fort, Bermeta. Duket se këtë raund ka i të marsh. Sërish, sakt, jetë kundërpërgjigje nga Nakeles. E mirë goditja nga Bermetës. Tjetër goditje këtu, e merr dhe Bermeta një që dronë në këmbë, kundërpërgjigje sakt. Fatih Kelesh. Po ti numërosh goditet e jep 4, 5, 6 Bermeta, po me njeri kundërpërgjigjet me 2-3 goditet dhe Kelesh. Sakt gjebi fort, madje. Rëgomet me gjepë dhe jep gjatë. 20 mira me kokë. Nga Bermetës, goditje mirë në trup, shojmë kombinimin shumë i sakt. Kombinacioni bukur. Shumë i bukur, tjetër goditje fort. Majtë, të është e gjatë.
Mirë me xhepin Bermeta. Mbyllet sakt Kelesh. Ku në përgjithë dhe ai, shohim mbylljen e Kelesh. Doli pak zbuluar në atë moment. Mbrojt mirë, Mbrojt mirë, po është e vërtet. Edhe në shumicë raste vetëm duhet ja çash atë me. Pranë litarëve Bermeta shoh për ditë fort. Shumë i sakt Bermeta, do të ka shkëmbime. Domethënë shkëmbim Majtës dhe i hapit Majtës ka. Shumë i bukur. Vete mirë në trup. Dhe përfundon. Përfundon raundi i dytë. Tjetër raundi i mirë për Alban Bermetën. Ndoshta më i mirë dhe se i pari ka përshtypjen. Pari këshillimet të dy boksierë nga kënë për kace. Të dy të freskët duket, të përgatitur. Raundi i tretë. Raundi i tretë. Starton. Sërish pranë njëri tjetër të dy boksierët. Fort goditje nga ana Kelesh. Ka ritëm sfida. E fort goditje nga ana Bermetës. Ishte paralajmëruar edhe në përpara fillimit të sfidës do të ishte një takim i fortë. Shumë goditje sakta nga ana Bermetës. Turku përdor mirë të djathtën asore ka fort, por nuk e përdor shpesh. E tentoj. Tjetër. Moment pozitiv Bermeta, ketë kujdes në mbyllje momentin e goditjes, reagimi është shumë i shpejt nga ana Kelesh. Por ndryshe nga ndeshja tjetër, këtu edhe Bermeta ka marrë disa goditje, nuk është se ja, jo. Po, është e vërtet. Është kundërshtar më i fortë, shumë i fortë. Sakt Bermeta me kombinimin. Edhe Kelesh ku nuk përgjigjet. Kelesh përgojti rrezikshëm, tu Bermeta reagon mirë. Tjetëra përkatje sakt, kombinime dy të djathta. Shumë mirë të Bermetës. Ka shumë të majtën, lëvizmi me këmbët. Ndryshon këndet dhe goditjes. E për edhe një raund më parë, për bën sërish dhe këtë raund. Është një luftim kok më kok, pa lëvizje me këmbë, me të stabil, por me goditje të forta. Kërësisht ansore, shikon si shkëmbejnë. Kombinimi ishte i mirë nga ana Kelesh që kërkon sërish të vendos në vështirësi. Kjo lëvizmi Bermeta, i cili shmanget. Jemi në më pak se 30 sekonda nga përfundimi i raundit. Është raundi i tretë. Sfida e para fundit, co-main eventi mbrëmjes midis Bermetës dhe Fatih Kelesh. E ekuilibruar e naftës. Deri më tani. Ky kundërshtar të denjë. 10 sekonda nga përfundimi i raundit. Përfundon raundi. Përfundon raundin i freskët Kelesh. I freskët vërtet. Duke si ku ka shpenzuar shumë pak në këto 3 raunde. Përgatitet filloi raundi i 4-të.
nuk krijon shumë volum, do të thënë bashkim, por është i saktë, shumë i saktë. Ditë godas ka një kohë, tempizmin e ka shumë të mirë. Është një bokser i cili vërtet është shumë i saktë. Ky është këndi i Keres Turkut në plan të parë në këndin blu. Dhe ky është Bermeta në këndin e vetë kuq. Edhe Bermeta nuk duket i lodhur. Ja. Do hym tashmë në raundet e rëndësishme. Kujtojmë dashurmi që shi 4-ti, do të boksojnë 6 në total. Dhe mënyra se si hyn Turku në luftim duket të i vendosur, nuk ka asnjë lloj luhatje, Nuk ka si dyshim. Kështu e fillojnë qetë. Bravo Bermeta. Rritje të sakta. Kombinimet ishin të mira. Por bravo dhe Keleshit, i cili mbyllet mirë. Turku kërkon gjithë një luftë në afërt, aty e ka gjithë suksesin. Është pikati e fortë. Tu e do gjithë. Prandaj afrohet, mundohet të afrohet me mbrojtjet fortë para krave dhe pastaj të filloj goditjet. Dy uppercut mirë nga Alban Bermetës. I vjen trup. Dy gjepë që shëruar dhe me një kroshe, por që si të qoftë gjejnë të mbyllur mirë Keleshin, i cili del mirë, arrin të dalë një situatë vështirë. Betej profesionistë është vërtet të dy të dasin fort. Shkëmbimet dhe Bermeta lexon gjithçka. Kombinimi sakt nga Bermetës, i cili shton 2-3 xhepeve ti edhe një djatë fort kohë. Tu vjen kroshe mirë. Nga Bermetës edhe në trup. Shumë i Shkëmbejnë goditjet të pasa, është një boks tipik profesionist. Shumë i ekuilibruar. Shikoj se si qëndron. Dueli midis të dyve shojë, ndërkohë goditje në kohën e du nga në Kelesh. Sapo do të përgatitë sulbin Alban Bermeta. Bërë bukur një shmangje pak të, do më thënë, djathas edhe i kryon të dy krahë. Nësi, djathas. Tu e luftë afërt. Sa kombinimi, 1-2 nga Bermetës. Nuk ka vështirësi për të luftuar pranë këndit. Kelesh. Shem kundër përgjigjet është për Kelesh. Tjen vështirësi dhe lëviz. Doli nga këndit. Doli nga litarët, Raundi i 4 përfundon, tjetër raundi balancuar. Shmangje e bukur. Pavarësisht fituesit, ta dy djem ka nevojë për një ndërgjetje shumë të fortë në momentin kur mbaroi kjo sfidë, pasi është vërtet shumë e bukur. Përgatituni për raundin final. Raundi 6. I 5, ky është i 5-ti raund. A është i 5-ti, e? Po, jemi te i para fundit. I 5-ti, po, i 5-ti. I 5-ti, tamam. Kemi dhe një të 6-të.
Vazhdon Bermeta me këto goditet anësorda, trup. Maj. Shë kombinimin e Djath. Fatih Kelesh. Don Kelesh. Bukur. Rosici. Maju. Au! Shumë i sakt. Bermeta kundër përgjigjet e Kelesh. Si qeshë. Qeshtu. Zakonisht kur qeshet është momenti kur je më shumë në vështirësi. Paktën nga eksperienca këtë tu. Ju knaqja. Shish bot. Ja Fatih. Bermeta lëviz mirë. Kombinimi me Djatën ishte i sakt. Dreshe. Majt Djath. Mjaft e mirë. E majta dhe më pas e Djath, tha. Shajm. Fatih Kelesh. Mori vetën Kelesh. Sërish bë me shenjë që nuk ndjen asgjë. Unë dhe kokën. Dhe qatë dueli forgjë është. Vetëm se Keleshi ka goditet e lehta, Nuk e ka forcën e dorë, po është vërtet. Në raundin e parë duke më potent. Tashi ka rënë disi fuqia, vetëm jep goditje shumë, kështu po nuk ka më atë fuqinë që kishte në raundin e parë. Ka një farë rënje me sa duket të fizike. Bermeta i cili jep goditje të forta. Shërë fort. Sa bukur. Kuku i majt. I Bermetës. Tjetër kombinim që përfundon me një përkat. Ky konsiderohet si boks fisnikësh, herë njëri, herë tjetër, shiko. Tamam loj, nuk ka i limat shumë. Mirë, goditja. Shumë ka një komunikimin të dyve me se vërë. Po e shikojnë të dy si. 10 sekondat e fundit. Tashmë përfundon raundi. Bermeta cili e përfundon raundin pak më parë se ç'duhej. Por u tregua shumë fair play edhe kundërshtari i cili bëri me shenjë që do të boksosh. E vërtet. Raundi i fundit do të nis nga momentin moment. Shëve, Fatih Kelesh që tashmë Pra kemi ardhur në raundin final, përqafohen, jo vetëm takojnë duart, po edhe përqafohen. nis raundi i fundit. Ka nisur turku me 3-4 goditje kështu provokuse. Nëse do të shkoj me pik, jam shumë kurioz të di se si do të përfundoj është. Shumë afër sfida. Vazhdon Albani të tregohet një pamëshirshëm. Shënon. Dhe to përgjigjet Kelesh me goditjen në trup kryesisht. Një goditje poshtë brezit ka më shtypen. Jo, nuk ka asë një senizim nga na gjyqtarit. Albani është më kompetitiv në kuptimin është jep goditje të gjitha llojeve. Duhet përmendur që gjatë gjithë sfidës ka qenë ai iniciatori. Jo Ka qenë është
është kombinativ, nuk ka vetëm drejta. Goditje po, nuk ka goditje vetme. Shpandet lëvizje me trup majtas djathtas se e kontrollon ndeshjen në gjitha pikpamjet. Kurse si del, është i shliruar gjithmonë, nuk ka kontraktim fare. Shohim kombinimet e forta nga Ana Bermetas, cili kërkon ta mbajë kundërshtarin sa më pranë litarëve. Këtu merr dy goditje nga Ana Kelesh. Djathtë fort. Jemi shumë pranë përfundimit minutës 2 të raundit të fundit. Tjetër kombinimi mirë nga Ana Bermetas. Mbyllet mirë. Tjetër goditje të mira nga Bermeta, i cili më pas merr dhe goditjet e Kelesh. Variantin e Kalidit me këmbë. Lëviz mirë, thënë. Lëvizje e bukur e tij. Lëviz mirë duke ndruar këndet, duke sumuar këndet ndryshme. Këta janë bërë për të luftuar me njëri tjetrin, duket mua sikur janë prerë për Atë shmangje e bën edhe për të shliruar kështu për 2-3 sekonda. Një gjë është e sigurt që ndërndeshjet që kanë çiftuar promotorët, kjo ka qenë ndeshja më e bukur që kanë çiftuar deri në këtë moment. Duhet të shohim edhe Denis Nurian në takimin e fundit, por deri në këtë moment e djata nga Ana Bermetas. Shohim goditjen e fortë pas Kelesh, 10 sekonda e fundit. Janë 10 sekonda e fundit ka buzëqeshje. Apo më duk mua. Ka buzëqeshje midis të dyve. E përfundon raundi. Është kampion Europës. Boksieri kundërshtar është kampion Europës. Vjen një vajtë, Viktor Nipot. Kampion Europës kundërshtar. Vjen një vajtë, kampion Europës. Është kampioni Aziz. Kampioni Aziz, kampion Europës të do. Edhe të do kampion Europës. Presim tashmë vendimin e gjyqtarisë. Ka përfunduar dhe kjo ndeshje interesante, shumë e veçantë, shumë tipike, një luftë e fortë, e pastër, e bukur. Duhet thënë që kundërshtari është në niveleve të larta, apo jo Bashkim? Një boksier i cili ka qenë vendi i tretë në botë dhe i kampion e Europës gjithashtu. Dhe ka treguar të gjithë nivelin e tij sot. Shohim vendimin zyrtar nga ana gjyqtarisë. Unë kam domethënë shkuar në atë BMTS, në WBC. Atë në listë të super ndeshje, 6 raunde për 17 fitorë kundërshtari, 14 i hyri Bermeta, përpara se shpallin fitues. Zyrtarisht duhet ftoj presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar të mirënjohurin zotin Fidel Ylli. Pati Kelesh është kampion Që tashmë vendimi zyrtar. Është momenti i dhënies. Atëherë, 6 raunde dhe kemi parë një luftë të bukur, të dy kanë shkëmbyer goditje. Ata që ishin të vëmendshëm kanë parë që një njeri vetëm shtynte përpara. Në rastin konkret, një boksier i tillë quhet buldozer. Vetëm me të përpara dhe i ka qenë Alban Bermeta! Fiton Alban Bermeta! Fiton Alban Bermeta! Pati, did you enjoy the fight? Unanim shpallet fitues Alban Bermeta. Komentatori duhet jepte pikët përpara se të jepte rezultatin
Ben de çok güzel bir hazırlık geçirdim. Ama değil mi? Ndërkohë është pyetur nëse e ka shijuar apo jo sfidën me Arkadaşlar, Alban Bermetën. Herkese teşekkür ediyoruz. Süper bir geceydi. Ky Promotör është që Sayın flet është Nelson, Serdar Avci. kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin dövüşen diğer Türk sporcularımız Elif Nur Turhan, Elif Dilişmen, Şahin Öner Erol, hepsini tebrik ediyorum bizim diğer Türk sporcularımızı ve ülkemize büyük başarılar kazandıran olimpik şampiyon boksörümüz Fatih Kireç'i tebrik ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Është promotori turk pa që flet nga promotorët më mirë, jo vetëm në Turqi, por në gjithë botën e ka pëlqyer ndeshje. Ka mbaruar Çok me güzel, ju e dini shumë mirë se çfarë do të thotë, na ka pëlqyer shumë. Mbyllë edhe kjo ndeshje. Kjo mbrëmje Banadeli gjitha çok güzel. Në ratë parë duhet falenderoj presidentin e Federatës së Boksit, Ful Kalivopulli, se pa mbështetjen e federatës nuk do organizohen spektakle kaq të bukura të boksit profesionist, të organizuara nga Taulandi, nga Nelsoni, por duhet falenderojnë në mënyrë të veçantë Salvador Cerco dhe Ilir Bregasin që i kanë dhënë një impuls të jashtëzakonshëm boksit profesionist Shqipëri. Sot është një ditë shumë e bukur sepse flitet për sport, aktivitete sportive çdo ditë. Tani ka filluar kombëtarja e futbollit, partije ishte finalja e voleybollit për vajza dhe për djem po në këtë pallat dhe gjithë të gjallëri i Tiranës dhe sportit Shqipëria ka dhënë Bashkia e Tiranës, kryetari i bashkisë, veçanërisht klubi Tirana që ka të gjithë yjet e sportit shqiptar në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, ku vetë prezenca e zëvendësministrit tregon mbështetjen institucionale për sportin. Po shikoja me vëmendje CV-n e sportistit turk, kampion Europe, kampion për të ri, kampion nën kampion mes dheo, një CV e jashtëzakonshme dhe është merit e kampionit tonë që mposhti një sportist boksier të jashtëzakonshëm turk. Faleminderit një herë gjithë trajnerëve të boksit dhe të gjithë spektatorëve që duan shumë sportin e boksit. Është një sport me tradita në Shqipëri dhe ne pretendojmë me sportistët tanë përfaqësojmë në lojrat olimpike të Parisit 2024. Faleminderit edhe një herë Tauland, Nelson, Fuli, të gjithë mbështetësit e boksit për këtë atmosferë të krijuar sot. Por qershia mitor është anoncuesi i këtij aktiviteti që i ka dhënë një bukuri të jashtëzakonshme si në arenat e boksit që zhvillohen në të gjithë boksën. Falenderoj me zemër. Që kur është krijuar Komiteti Olimpik Shqiptar, sporti shqiptar ka ecur përpara dhe kjo nuk është rëndësi. Fal punës tuaj, fal stafit, i gjithë pushteti vendor dhe qendror e kanë mbështetur sportin dhe për këtë meritoni duar trokitin të veçantë. Sporti në Shqipëri po ecë përpara. Alban Bermeta kam një surprizë për ty. Një miku yt do të vi tani në ring dhe ai nuk është një do si do. Ai është Vagabundi. E di që aty Fozliku ka po për ty aty. Vaga është gjithmonë mua dhe është një fantastik. Jam shumë i lumtur që jam një aftëri shumë pozitiv. Edhe faleminderit që e kam marrë për gjithmonë. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi, është emocion. Unë kam qenë dëshmitar i punës që bëjnë do çunat, po dhe pa juve spektatorët dhe ishte e pa komplet. Faleminderit shumë. Ju uroj sukseset e nisit që është nesha ma saj, Tirana është nona, unë se kom sinin një, unë e kom super hit, unë e hile bëj për vit, pëk e vit e super hit. Ju përshëndesim për Japon, faleminderit Tirana. Respekt. Vagabundi nuk është për gjitha, është për disa që e këtoj. Bermeta e
E di që kisha këtu s'ka vagabondë tha fare humbin ndeshje për Meta nuk do hyjnë. Ishte ndeshje, kjo ishte ndeshje për të. Bujonin i parave që qa rezultate, qa suksese s'ka kundërshtari. E dije që është njështë shumë e vështirë, prandaj jam stërvitur shumë për këtë ndeshje. Si që kam deklaruar, kam 2 muaj që kam bërë një stërvitje shumë të mirë me trajneri Andrea Gabanelli. Dhe shqyqyr Zotit, arrita t'ja dalë me sukses, edhe nuk do të me folin një për momentin, se ka ardhë dita më bo arrogant. Kam bërë shumë pisupe, një boksier që ka kalu mosha, një boksier i dobët, por që duhet të them gjitha tyre që kanë dëshu të unë, nesër të futën boksën e këtë shofit tarë në tira mrapa. Jam i zedin bërë. E di që u tregove arrogant, por që kam bërë shumë pisupe, pra ndaj u shfryva të një. Faleminderit. Një moment i vështirë, jo vetëm gjithë, ky publik ishte me ty, neve që ishëm aty, po diskutonim, okej, Bërmeta e merë për para, po si kur të hajnë i goditje. Dhe unë personalisht i kam thënë vagabondit, sa vite kam u që ndjek Bërmetën, Bërmetës duhet të gjush me shkop bejsbolli që ta hundësh në tokë. Nuk e hedhën në tokë Bërmetën me një grusht, apo jo? Tokë nuk rash, po më dridhën disa herë këndën. Dhe jam ka dhënë zoti që jam grusht bajdës, kjo është boksi, po nuk kërë edhe bishën në tokë. Kjo është pjesë e boksit, ku më bëjmë balet, bëjmë boks, ta goditje edhe gjëra që ndodhë. Gjithsesi, duhet bëjmë një falenderim, mos të zja shumë se kena një super ndeshje mrapa, dhe një historia dhe ju lutem gjithve mos tiki se kena ndeshje akoma më të bukur. Duhet falenderoj përsër të Orlandin për organizimin që është morë, promotorin Briget Sejitaj, është njëri fantastik që po në arri gjithë kohës mrapa dhe është shumë njëri fantastik. Edhe është edhe dikush tjetër që i them Don Kingo shqiptar, po unë e them njerëz dhe marrë me shaka për Nelson Viso është vërtet Don Kingo shqiptar, po na zjedh kundërshtar fantastik që shkosh i zjedh i bon, da Zotë edhe Denisi, nuk është arritur kur ju e dini këtë gjë, edhe jam shumë i lumtur që e kam afër, edhe inshallah shkëm sa mo lartë bim e titull, tamam titull botë në Shqipëri, jo vetëm mu, po edhe boksierë tjerë se ja tu mirë çdo boksier shqiptar. Faleminderit gjithëve që keni ardhur.